Të nderuar televizionistë, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin e radhës në Dritë në Oqean. Edhe në përmendjen sot me sërish do të jemi të fokusuar tek zhvillimet e politikës, duke i kaluar ato në analizë. Konkretisht ç'ndodh në vendin tonë dhe për të folur rreth zhvillimeve të fundit të politikës shqiptare, për të kaluar në skaner atë që ka ndodhur dhe atë që pritet të ndodh përtej të sotmes, unë kam të ftuar sot në studio zotin Mirsalien Hoxha. Përshëndetje dhe mirë se erdhët zoti Hoxha. Ju faleminderit për ftesën. Edhe sigurisht që ka një sër zhvillimesh politike, gjithmonë është alarmante me produktivitetin e saj politika, por duket sikur ka një lloj lëvizje dhe duket sikur fryma e bashkëpunimit midis dy forcave qendrore, dy forcave kryesore politike ka çelur dritën jeshile. Për miratimin e ligjeve me shumicën e kërkuar të votave që kërkohet dhe kontributi i Partisë Socialiste. Si e vlerësoni këtë hap, do të thosh, të politikës? Mendimin tim, kjo është aparenca për arsye sepse duhet të nisim në vlerësimin e drejt për drejt të një politike të mirëfill që bëhet, qoftë nga e djatha, qoftë nga e majta, qoftë nga partitë në pushtet, siç është PD dhe LSI, si forcat koalicionit qeverisës, ashtu dhe nga opozita. Arsye sepse politika është një instrument që vetë natyra ka dhënë për të zgjidhur problemet që kryqëzojnë jetën e njerëzve. E qartë. Dhe pikërisht në thelb të saj qëndron që kjo politikë jep zgjidhje raportit problem zgjidhje, nësa problemi dhe zgjidhja janë atributet politikës, ndërsa zgjedhja është atributi qytetarit. Dhe për të vlerësuar se a ka bashkëpunim sot në këtë skakjer politike shqiptare ndërmjet forcave politike që duhet të jenë të përgjegjshme për vetë zhvillimin politik, social dhe ekonomik të vendit, natyrisht duhet që t'i referojmë i politikës që ato bëjnë, interesat që ato mbrojnë, interesat që ato artikulojnë dhe mënyra se si përqasen drejt qytetarit, drejt zgjedhësit. Kështu që sot nuk ka një, për mendimin tim, nuk ka një afrim serioz dhe të përgjegjshëm për të bërë një politikë konstruktiviste në dobi të vendit, por bëhet një politikë me oscilacione të mëdha dhe gjithmonë duke justifikuar dhe duke mbuluar me atë koperturën ose atë mbulesën e integrimit evropian, që për të mos u bërë fajtor me Europën, në thojse fajtor do të thoshja, sepse neve kemi me dheftësinë tonë, pavarësinë tonë në të bërit politikë dhe në vetë zhvillimin politikë dhe ekonomik të vendit, forcat politike, në mënyrë të veçantë, partitë në pushtet, natyrisht kërkojnë televizin, thjesht në aparencë të gjerave, thjesht edhe deri në kufit e demagogjisë, që ja ne i shërbejmë interesave të vendit dhe ne jemi për integrimin, ndërsa opozita është përfilse kundrejt procesit të integrimit. Kjo nuk është e vërtet, dhe pikërisht brenda saj ngjedhe përgjegjësitë e dyja palëve. Por ka momente të caktuara, ka elemente të caktuar që ato bashkëpunojnë dhe që janë edhe kërkesa, brenda 12 kërkesave të Këshillit të Evropës, që kushtozojnë integrimin e Shqipërisë në Europë. Por do të thënë në mënyrë të drejtë për drejtë se opozita është opozitë, opozita është kritikuese e vetë veprimit, mendimit dhe veprimit pushtetit, kur ky pushtet nuk është në dobi të njerëzve. Kështu që përgjegjësia kryesore e mos këtij bashkëpunimi, e mos këtij veprimi të përbashkët politik dhe të mirë kuptuar është domosdoshmërisht dhe natyrisht e drejt për drejt vetë qeveria, vetë partitë në pushtet, pra vetë ky koalicioni sot në qeverisë. Zoti Hoxha, Partia Socialiste ka qenë koherente me atë interesin e qytetarit që përmend pak më parë, ka qenë koherente me lëvizjet e saj për të ofruar frymë në bashkëpunimit, duke pasur gjithmonë parasysh dhe atë ballinën që e përmendët, pra integrimin evropian, apo shpesh ka rënë dhe pre, do thosha, e lojës minuese ndaj forcës në pushtet? Tani veprimi i opozitës lexohet thjesht dhe është lexuar gjatë gjithë
ecurisë vetë zhvillimit demokratik të vendit. Por ka patur disa përthyrje të mëdha, siç janë ngjarjet e Gërdecit, siç janë ngjarjet e 21 janarit, të cilat kanë marrë jetë njerëzish dhe se motivimi kryesor i opozitës është mbrojtja e interesave sociale. Kjo është e majta, që ka objekt kryesor të saj, dhe nëse i cënohen pikërisht këto interesa jetike të vetë vendit, opozita nuk ka mundësi që të mund të bashkëpunoj me pushtetin, nëse ky pushtet i mbyll dyert për të bashkëpunuar në dobi të qytetarit, pra në dobi të vendit. Kjo ka ndodhur në vazhdimsi ku pushteti ka qenë arbitrar, ka qenë shpërfillës kundrejt vetë kërkesave të opozitës për një zhvillim të mbarë të vendit, ashtu sikur se ka pretenduar opozita, por natyrisht që pushteti ka programin e vetë dhe prandaj kur votohet, natyrisht do të zbatoj atë program të cilën opozita jo vetëm duhet që atje ku ka të drejtë pushteti të mund të bëhet edhe ajo konfirmuese e kësaj të drejte, por edhe atje ku gabon pushteti, pra ku gabon qeveria, natyrisht opozita bëhet e papajtueshme dhe kundërshtuese e fortë, duke ushtruar rolin e drejtë për drejtë të saj, pra rolin kryesor të saj, rolin opozitar. Kështu që me këto përplasje, me këto konfliktualitete të krijuara në të ushtruarit e politikës, edhe se meqense kjo politikë natyrisht nga vetë pushteti është përdorur që merru me politikë për të qenë i pushtetshëm dhe përdore pushtetin për të pasuruar, sepse ka shumë indicie, shumë tregues që vetë ky pushtet i Partisë Demokratike dhe i LSI-s, pra ky pushtet qeverisës, edhe në marrëdhënie me elementet ekonomik, natyrisht ka qenë korruptiv, deri edhe në përgjegjësitë penale, të cilat nuk janë ushtruar edhe nga pushteti i gjykatave, për arsye të elementeve teknik, siç ka ndodhur me Bashën, me Ilir Metën e me radhë. Kështu që në këto kushte, opozita nuk mund që në mënyrë krejt formale, sepse do të tradëtonte misionin e saj në një shoqëri pluraliste. Pra, misioni i saj është që të korrigjoj pushtetin dhe të bëhet i besueshëm për njerëzit, për alternativat që ajo shtron, për alternativat që ajo ofron, për një zhvillim më të mirë të vendit se sa jep vetë partia në pushtet. Kështu që në këto kushte, Partia Socialiste natyrisht e ka ndjerë këtë përgjegjësi, ka kërkuar hapësirë për të ushtruar të drejtat dhe liritë e saj. Këto janë cunguar dhe janë goditur rënd nga pushteti i qeverisës i Berishës, dhe në këto kushte ne vazhdojmë që të kemi një shoqëri në konflikt, ku ka humbur sensin e jetës që rrjedh nga puna, sensin e pronës që rrjedh nga ligji, pra që është kushtozimi i ligjit, edhe shumë elemente të tjerë që e bëjnë jetën të pranueshme për njerëzit dhe të gëzueshme për njerëzit. Pikërisht këtu, unë natyrisht dhe vetë kultura politike nuk i jep të drejtë pushtetit, jo opozitës. Për arsye sepse prandaj dhe vullneti politik i është dhënë pushtetit për të qeverisur mirë dhe natyrisht për ta bërë qytetarin të afrushëm për vetë pushtetin. Megjithatë dhe opozicioni shihet sepse kështu që në këto kushte të një mungese të theksuar të mosafrimit të krave politik, për arsye sepse në shumë
interesa, në mënyrë të veçantë interesave sociale, siç kanë të bëjnë me punësimin, me varfërinë, me edhe ofrimin e shërbimeve publike, siç është uji, energjia elektrike, me radhë, e largojnë për herë opozitën nga vetë pushteti për një bashkëpunim të atill që edhe nëse do të ndodhte në këto kushte, nëse do të ndodhte këto kushte, do të ishte një farsë, nuk do të ishte një realitet që do të shërbente njerëzve. Atëre, ju thatë që gjithmonë fajsohet forca që është në pushtet, por normalisht që edhe opozita është forca e cila pretendon për ta marrë pushtetin. Nuk kam parasysh gjithë trajtorin e lëvizjeve të Partisë Socialiste, frymën e protestës, të grevës, urisë, bojkotin e një sër elementësh tjerë. Kanë qenë element të formës apo të përmbajtjes, zoti Hoxha? Dhe në fund fundit, sa i kanë shërbyer kauzës socialiste gjithë këto lëvizje të kësaj force? Kauza e opozitës është ai parim i lartë që vetë zhvillon shoqërinë demokratike, që është mosbindja civile e qytetarëve. Edhe historia e zhvillimit të shoqërive të hapura demokratike, pra shoqërive pluraliste, janë produkt mosbindjes civile. Ashtu sikurse edhe filozofi i famshëm amerikan Henry Thoreau në pamfletin Mosbindja civile e shekullit të kaluar që zhvilloi pikërisht tërparimësitë dhe ligjësitë e ndërtimit dhe të funksionimit të shoqërive demokratike. Edhe Partia Socialiste, edhe e majta, pra komplet opozita, natyrisht e kanë parim bazë mosbindjen civile, kur pushteti nuk bën asgjë për njerëzit, ose nuk u shërben mirë njerëzve, ose abuzon me të drejtat dhe liritë e njerëzve, pra të qytetarëve, ose me vullnetin politik të tyre, kur ata japin një vullnet politik dhe ky vullnet politik nuk i kthehet në shërbime publike qytetarit zgjedhësit, por në shërbime të vetë pushtetit, në mbrojtje të interesave meskine të vetë pushtetarëve, të vetë politikanëve në pushtet, të vetë shtresimeve të tyre, të militantizmit, e tjera, e tjera. Kështu që në këto kushte Partia Socialiste e ka respektuar në shkallën sipërore mosbindjen civile. Dhe për këtë ka organizuar në mënyrën më normale dhe më demokratike edhe tubimet politike, siç që ai kulmori i 21 janarit, të cila për fatin e keq, por edhe për përgjegjësinë e madhe, sepse natyrisht ai degeneroi në krim, duke marrë 4 jetë njerëzish. Partia Socialiste ka qenë brenda kufive të vet të ushtrimit të së drejtës dhe lirisë së saj, të tubimit politik kundër qeverisë, kundër keqeverisjes, dhe se te kalimi i dhunës së pushtetit kundrejt greviste, kundrejt atyre të cilët zhvilluan këtë tubim politik, edhe vetë Partia Socialiste dhe opozitës si një e tërë, natyrisht ky pushtet është mjaft fajtor, cilën duhet gjykohet. Por kur natyrisht nuk ka një ndarje dhe një besim në veprimin e pushteteve dhe ati gjyqësor, kjo mosbindje civile e njerëzve është goditur rënd në kundërshtim me ato parimësi të funksionimit të një shoqërie demokratike, për arsye sepse nuk është bërë drejtësi dhe që mbi bazën e kësaj drejtësie opozita të gjente edhe vetveten në marrëdhënie me pushtetin. Pra, edhe atë që thamë në fillim, që të mund të bashkëpunonte nëse do të besonte që këto kërkesat pushtetit, këto alternativa të pushtetit për bashkëpunim ishin në shërbim të njerëzve dhe jo në shërbim të kastës politike. Çfarë produktojnë gjithë këto lëvizje të opozitës?
Me një pushtet arbitrar, natyrisht nuk presim që këto lëvizje të japin një produkt social të mirëfillt, të cilën natyrisht që është rruga normale e tyre. Për arsye sepse këto lëvizje politike denigrohen, ashtu siç denigrua edhe nga pushteti i Berishës, edhe se në këto kushte e rëndësishme është që vetë opozita edukon vetveten, që rruga drejt pushtetit nuk është rruga e pajtimit dhe pushtetin jo në mbi bazën e parimeve dhe ligjësive të siç thash të funksionimit të një shoqërie demokratike. Prandaj edhe opozita përsëri natyrisht nuk e ka abandonuar. Pse 21 janari nga pushteti arbitrar, por edhe nga gjykatat, është sfumuar deri në sot, është errësuar, deri edhe kërkohet që natyrisht të lihet në arrest. Natyrisht kjo nuk është një pranim nga opozita. Opozita, si mjet saj të luftës politike, ka këtë parim të lartë që është mosbindja civile e njerëzve. Në qoftë se njerëzit binden që po ke qeverisen dhe nuk po mirë qeverisen. Unë do të kthejmë 21 janarit, zoti Hoxha, duke ndalur tek një deklaratë e zotit Arvizu, i cili është shprehur në përgjithësi për Partinë Demokratike është e lodhur nga pushteti, ndërsa për 21 janarin fajson Partinë Socialiste. Në fakt është ka një pikë të errët, sepse Rama u përpoq për të quajtur një protestë popullore, por ndërkohë ftesat vinin nga ana e opozitës për të marrë pjesë në këtë protestë. Pra, ka Partia Socialiste opozita në tërësi pjesën e vet fajt në 21 janar? Kur një lëvizje është e opozitës, opozita nuk mund të fajsojë vetveten. Fajsimi i opozitës bëhet mbi bazën e ushtrimit të së drejtës së saj. Ishte një lëvizje politike, sepse u vendos përcaktoi popullore në një farë mënyrë. Çdo tubim natyrisht është politik, pra është lëvizje politike. Për arsye sepse shprehen interesa të caktuara, të shtresimeve të caktuara dhe natyrisht mbrojtja e tyre. Sepse në fund të fundit edhe marrëdhënia me politikën. Jo, koncepti im për politikën është i tillë se një njeri është thjesht një qenie njerëzore, ndërsa dy njerëz janë politik. Për arsye sepse vetë njerëzit kanë interesat e tyre. Dhe kur këto interesa i gjejnë të mbrojtura në aspektin politik të forcat caktuara politike dhe të elektoratet caktuara politike, sa majtas dhe djathtas, natyrisht pozicion vetvete. Kështu që edhe politika kështu funksionon. Ajo është konstruktiviste kur në një tubim elektoral natyrisht ngrihet zëri për mbrojtjen e këtyre interesave. Dhe aq më tepër që motivimi i 21 janarit, pa dhe gjithë tubimeve tjera që ka bërë opozita, dhe që janë natyrisht lëvizje politike, natyrisht janë në themel të tyre mbrojtje të interesave të shtresimeve të caktuara. Dhe në këtë moment të asaj që pretendon vetë opozita, sepse si vullnet politik, ajo në vazhdimsi e pretendon pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve, sepse ka patur dhe manipulime të tejskajshme. Ky ka qenë procesi në zgjedhor, nuk mund të lexohet drejt vullneti politik se sa shpreh djathtas se sa shpreh majtas në mënyrë të maturuar dhe të pastër. Kështu që në këtë aspekt unë e mendoj që nëse do t'i hiqnim kësaj shoqërie shqiptare ose edhe kësaj opozite, pikërisht mosbindjen civile, pikërisht tubimin politik, që është veprimi i vetëm kur pushteti nuk të krijon kufi
të ushtrim të drejtave dhe lirive të tua si opozitë dhe si elektorat i majt, natyrisht opozita jo se do të shuaj këto lëvizje politike, por ajo duhet të rrisi besimin e saj tek njerëzit që këto tubime politike jo vetëm të jenë të shpeshta, por të jenë të fuqishme për të imponuar pushtetit. Pra nuk ka asnjë lloj përgjegjësie politike Partia Socialiste morale, s'ka se si të ketë përgjegjësi opozita kur në shesh dalin 50.000 ose 70.000 njerëz dhe shprehin interesat e tyre nëpërmjet ngritjes së zërit kundrejt qeverisë. Këtu nuk ka rëndësi se një protestues erdhi në mënyrë të vullnetshme pa thirrjen e opozitës dhe një protestues tjetër erdhi me vullnetin e opozitës ose me thirrjen e opozitës. Opozita ka të drejtë që të ushtrojë lirinë e saj të tubimit, të drejtën e saj për të protestuar. E qartë. Ndërsa pushteti ka të drejtën e kontrollit dhe jo të tejkalimit të drejtave të veta, por të goditur me armë dhe për të bërë krim me një mas njerëzis që të bojë. Prandaj dhe opozita për ta përmbyllur këtë pikun do të bëj ndërhyrje të lutem. Jo, do të thënë diçka. Një javë pas ngjarjes së 21 janarit pati dhe një parakalim in memorie, do thosha, ku gjithçka zhvillua në normalitet dhe pa pasur asnjë lloj problemi. Pra, kjo opozitë nuk pati mundësi që dhe në 21 janar ta organizonte apo të ishte ballina e qytetarëve për të mos ndodhur këto lloj konfrontimesh. Ky është përsëri abuzim. Se ku qëndron leadershipi i opozitës, në krye apo në fund apo në mes. Nuk është problem lideri, po as forca politike. Forca politike. Ka një gjë tek jetët paralele të Plutarkut. Plutarku thot që ku është vendi i mbretit? Është në krye të ushtrisë apo është në fund të ushtrisë? Jo, thot, sepse mbreti vendin e ka në fund të ushtrisë, se po u vra mbreti, u vra gjithë ushtria. Këtu nuk do të them dhe të paragjykoj tani se nëse në krye të këtij tubimi do të ishte Rama dhe mbi Ramën do të kishte ndonjë pasojë. Jo, absolutisht. Këtu opozita ka lajmëruar një tubim që për interesat e saj u shpreh dhe deri tek artikulimi ose te terminologjia një tubim popullor. Edhe se nga ky tubim popullor edhe mund të kalojnë ata kufit ushtrimit të së drejtës së tubimit. E qartë. Por, po ta shikosh në tërë zhvillimin, edhe ngjarjen e madhe, pra tubimin e 21 janarit, aty nuk u kalua absolutisht nga protestuesit, por edhe nga opozita, nuk u kalua asnjë drejt tej normave të ushtrimit të një tubimi në një shoqëri demokratike. Për arsye sepse shteti, prandaj policisë i jep skafandrat, i jep shkopin e gomës, e vesh mirë, se në qoftë se zëmrimi i popullit arrin gjatë zhvillimit të një tubimi, edhe në atë që quhet dhunë relative, pra në një mas të ushtrimit të një dhune të caktuar, atëre vetë shteti e përballon pikërisht me këto mjete, me këtë infrastrukturë të vetë. Prandaj edhe Ana Arendt, nëna e shoqërive demokratike, e thot shprehmisht që streha e fundit e opozitës është dhuna. Streha e fundit e opozitës është dhuna. Kur pushteti thot, godet rënd dhe shpërfill,
interesat jetike të popullit opozitar. Kërkoj ndjes, zoti Hoxha. Prandaj në këto kushte, kërkoj ndjes, të nderuar televizionistë, numri që është afishuar nuk është për komunikimin të drejtë për drejtë në studio, pra nuk është me telefonata të hapura. Siç e shikoni, është një numër i afishuar për dërguar SMS tuaj. Pra dërgoni, shkruani mesazh nëse keni pyetje për zotin Hoxha në këtë numër që ne kemi afishuar, por nuk mund të ketë komunikime të drejtë për drejtë. Ju faleminderit për mirëkuptimin. Po zoti Hoxha, për ta përmbyllur këtë pikë. Dhe tashmë gjithçka është e qartë, sepse janë qartësuar, vetë koha ka bërë të vetin se ç'është 21 janari edhe në vetë memorien dhe ndërgjegjen e njerëzve, pra vetë shqiptarëve. Ka qenë një tubim duke ushtruar të drejtën dhe lirinë e vetë, si mos bindje civile nga keqeverisja e qeverisë, Berisha, dhe në këto kushte vetë ky popull vazhdon të kërkoj edhe organeve të drejtësisë që të bëhet drejtësi, edhe se fajtorët natyrisht të ndëshkohen. Nëse këta fajtorë do të jenë të munguar në ndëshkimin e tyre, natyrisht opozita s'do të jetë e qetë. Opozita do të vazhdoj kundërshtimin e saj, luftën e saj opozitare, për arsye sepse kjo është edhe vetë gëllimi, si thua, apo edhe vetë frymimi i shoqërisë pluraliste shqiptare, sepse në qoftë se do t'i kërkojmë përgjegjësinë opozitës, do t'i themi opozitës, dale se je ti fajtore, pse t'u bove, edhe se në momentet caktuara, meqense policia veproi në mënyrë të dhunshme, pra shteti veproi në mënyrë të dhunshme mbi protestues dhe protestuesi shkuli gur të bulevardit dhe qelloi policinë tek skafandrat apo tek mjetet mbrojtëse të vetat, apo me shkopinjë të pankartave, natyrisht kjo është një sarkazëm, e cila turpron pushtetin e Berishës dhe as pak opozitën. Opozitën këtu që natyrisht është e dhimbshme për të, por në këto marrëdhënie me pushtetin do të jetë krenare. Në qartë. Kështu e gjykoj unë. Le të ecim, zoti Hoxha. Atëherë le të kalojmë tek një pikë tjetër mbret. Cili do të ishte sugjerimi juaj për sistemin zgjedhor? Unë kam shkruar një studim mungesa e psikologjisë dhe kam botuar, sepse psikologjia është ajo shkencë që studion sistemet dhe kriteret e zhvillimit të zgjedhjeve dhe të marrjes produktit prej tyre. Por akoma tek ne, natyrisht kjo shkencë e psikologjisë nuk njihet ose nuk duan ta njohin, për arsye se që zgjedhjet të jenë demokratike dhe të shprehin një rezultat të një vullneti të drejtë për drejtë politik të popullit, natyrisht duhet që nga zgjedhja në zgjedhje ato të studiohen mbi bazën e të dhënave statistikore dhe të ndodhive të caktuara, edhe kur manipulohet vota, por edhe kur element caktuar të zgjedhjeve nuk i përgjigjen vetë zhvillimit historik të vendit, natyrisht që kalohet në propozime dhe ndryshime të tyre. Por ne sikur që jemi dënuar si Sizifi, që e çonte gurin mbajt malit dhe rifillonte të nesërmen sërish. Zeusi natyrisht e kishte dënuar që ta fillonte përsëri nga fillimi. Pse e them këtë? Për arsye se pavarësisht se flitet shumë për zgjedhje dhe shumë segmentet politikës dhe të pushtetit flasin shumë për to, po pak bëhet. Për arsye se që të mund të zhvilloheshin zgjedhje, duhet që ne të nxjerrim mësime nga të gjitha zgjedhjet që janë zhvilluar dhe nga të gjitha zgjedhjet që neve kemi natyrisht
mos pranuar, pasi kemi pranuar, ose i kemi kundërshtuar për arsye të ndryshme të interesave të ndryshme partijake, pra të palëve përkatëse. Edhe sot, që bën o vasë shqepe qepthas, si në sistemin e mparshëm, edhe për këtë përzgjedhjet e ardhshme të vitit 2013, natyrisht të flitet shumë për ndryshimin e sistemit zgjedhor, për ndryshimet e elementëve të veçantë të tij, por pa i studiuar këtë zgjedhje. Pa nxjerr konkluzione të drejta. Kështu që në këtë aspekt unë pak besoj se nga e gjithë kjo bashkësi foljore e thënë sa djathas majtas, të mundet që fati i vullnetit politik të popullit të ngelet në elemente teknik, ashtu sikur se flitet. Dalet të ndryshojmë komisionet zgjedhore dhe t'i kthejmë ato numërimin e votave në elektronike, o dalet tani edhe përfaqësimin e forcave të vogla politike, të kenë edhe ato pjesëmarrje të tyre në infrastrukturën zgjedhore. Kjo është pjesa fundore e zgjedhjeve në fakt. Dale që dy forcat kryesore politike, të cilat natyrisht e kanë tepruar me të folurit e shpeshtë për zgjedhjet dhe si produkt nga zgjedhjet ka marrë një rezultat të manipuluar, pra vjedhje të votës. Kështu që në këtë aspekt përsëri zgjedhësi i thjesht shqiptar, mendoj unë, pak besojnë se do të ndryshojnë në themel dhe se edhe zgjedhjet që vinë do të mund të japin një produkt të drejtë, një përfaqësim të shprehur me vullnet politik të popullit në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të drejtë. Kështu që në këtë aspekt e gjykoj që të mund të ndryshojnë disa elemente, natyrisht që është bërë e domosdoshme, por kur këto ndryshojnë si rezultat i pozicionit monopol në politik të pushtetit, por edhe të elementet veçantë të opozitës, me të drejtën e tyre që dale se jemi partit vogla dhe partit e mëdha nuk na pyesin, natyrisht që nuk mund të arrijmë që një sistem zgjedhor si njëjtar të jetë i pranueshëm nga të gjithë, të jetë i mbështetur nga të gjithë, dhe se të krijon pushtete të drejta si rezultati këtyre zgjedhjeve, si produkti i zgjedhjeve, sepse vetëm ky pushtet kur del nga një votë e drejtë, e lirë dhe e fshehtë, natyrisht është i besueshëm dhe funksional. Gjitha pushtetet tjera që dalin me votë të vjedhur janë të pabesueshëm dhe krijojnë kriza, ashtu sikurse ndodh edhe sot. Duke qenë se thatë që jeni njohës i mirë i kësaj fushë dhe keni bërë studimet tuaja, atëherë mund të thoni me parafri se cili do të ishte sistemi më i pranueshëm për Shqipërinë, pra sistemi zgjedhor më i pranueshëm? Tani sistemi, për mendimin tim, është sistemi majoritari korrektuar, po jo në nivel rajonal, po në nivel kombëtar. Për arsye sepse i përgjigjet edhe gjeografisë vendit, pra vetë Shqipërisë, gjeografisë së Shqipërisë, vetë demografisë saj, pra popullsisë saj, por edhe vetë pronës dhe burimeve ekonomike të saj. E qartë. Sistemet tjera të arnuara, ashtu sikur se arnuam edhe këtë sistem të huajtur gjoja nga Spanja, ku atje ka specifikat e veta, të tjera ndërtime, të tjera mentalitetet, të tjera trashëgimi, të tjera entitete lokale funksionojnë. Për mendimin tim, natyrisht që ishte e gabuar dhe vazhdon të jetë e gabuar. Për arsye se natyrisht konfigurimi
i vullnetit politik në krijimin e pushtetit është i diferencuar, pra është i gabuar. Pra rezultati i zgjedhjeve që del nga ky sistem, duke i shtuar edhe atë çka abuzojmë ne, çka neve manipulojmë në zgjedhjet si kulturë politike që kemi të mbrapsht, natyrisht nuk mund të krijohet në Shqipëri një pushtet i drejtë, i besueshëm dhe në shërbim të njerëzve. Ka lënë një lloj krahasimi, zoti Hoxha, do doja parë në këndvështrimin tuaj, Rama dhe Berisha, dy liderët e dy forcave kryesore në Shqipëri. Ku ndryshojnë dhe ku ngjasojnë në politikbërjen e tyre? Edhe pak vjen nga smuse në fakt. Jo, unë mund ta thosha thjesht që natyrisht kemi diagramin e vendit. Nuk është motiv mosha, por që të dy ndryshojnë shumë, edhe unë e shikoj tek nga jo çka ata kanë artikuluar, pra çka kanë folur, e çfarë kanë menduar dhe kanë kërkuar që të arrijnë me politikën e tyre. Natyrisht Berisha është një konservator i pandrejshëm, ndërsa Rama jo për shkak të moshës, po për shkak të parimësive të tij politike, të cilat ai natyrisht i ka shprehur dhe i ka bërë të njohura për njerëzit, ashtu edhe në programin e ri elektoral të politik dhe elektoral të Partisë Socialiste, është krejt më ndryshe dhe mendoj është shumë më tepër i besueshëm se sa Berisha. Pavarësisht se ne jemi fanatik tani se deri tani është më fitimtar Berisha. Elektoratet janë të ndara, me thënë të drejtë, me thik tashmë, për arsye sepse fanatizmi ynë nga mungesa e kulturës politike bën që të bëhemi të verbër sa majtas dhe djathtas, duke mos e mbështetur mendimin ton dhe besimin ton mbi parimësitë që mbron njëra palë dhe pala tjetër, sepse parimësitë dhe rregullat e lojës natyrisht bën një zhvillim normal të vetë shoqërisë. Ndërsa përthyrjet që ndodhin, ashtu sikur se ka ndodhur në vazhdimsi me Berishën, por edhe tek në një keq kuptim tek statura e Edi Ramës, deri e të shprehjes të tij që unë s'jam politikan, ku merret non-stop 24 orë me politikë, natyrisht këto nuk duan të thonë asgjë, për arsye se Rama si lider i opozitës ka koncepte më të qarta dhe mbron interesa më të drejtë për drejta të karakterit social, ekonomik, por edhe më gjerë, dhe që besoj që edhe në të ardhmen do të jetë një konstruksion i besueshëm nga vetë zgjedhësi shqiptar. E them këtë për arsye se nëse Rama në trajtimin e çështjeve, e problemeve për zhvillimin e vendit merret me fenomenin, Berisha në vazhdimsi merret deri aty edhe me njerëzit në mënyrën më të paprincipt, po merret në mënyrën më banale, sa dhe bëhet i urrejtshëm, pavarësisht se një djath natyrisht dhe voton sepse atje ka gjetur interesat e veta dhe Berisha ja mbron më mirë këto interesa në kurrish të pjesës tjetër më të madhe të njerëzve, të elektoratit shqiptar dhe të gjithë shqiptarëve. Por nuk duhet të ndodhi kështu. E megjithatë ai qeverisë do të thotë. Jo, qeveria ka fituar 2 mandate. Qeveria është e keqe e madhe, por unë e gjykoj që një intelektual dhe një zgjedhës i thjesht, një qytetar i thjesht,
natyrisht nuk shpreh dhe mbron pushtetin, se pushteti s'ka nevojë të mbrohet dhe të mund që një qytetar i thjesht ose një intelektual të thotë dale se Berisha apo qeveria e Berishës është një qeveri shumë e mirë, qeverisë mirë, e tjera, e tjera. Pse? Sepse është një parimësi e madhe, e cila ka zhvilluar vetë shoqëri demokratike, siç është parimi që me njerë ku konstaton që je nga anë e mazhorancës, për intelektualin e mirëfillt, me njerë reflekto, sepse je nga anë e gabuar. Për arsye sepse është ajo që thash më përpara. Pushteti nuk ka nevojë për mbrojtje. Pushteti ka nevojë për kritik, sepse nëse nuk i bëhet kritik pushtetit, ai degeneron. Nuk përmirësohen. Ai degeneron dhe bëhet i dhunshëm, pra bëhet tirani. Kjo nuk do të thotë që kur opozita gabon, ti mund të bësh në mënyrë formale me opozitën. Jo, absolutisht. Edhe me opozitën duhet të bësh mbrojtës i së drejtës, sepse aty referohen gjërat. Prandaj dhe edhe në politik, fatkeqësisht, në vend që politika të lidhesh me të drejtën dhe të gabuara, lidhet me të majtën dhe të djathën. Në fakt, në qoftë se është një drejtë, dhe kjo e drejtë kushtëzon vetë zhvillimin shoqëror të një shoqërie, siç është edhe shoqëria shqiptare, në qoftë se mbron e djatha, natyrisht që duhet shprehur, duhet prononcuar që po, ke të drejtë. Po në qoftë se opozita mbron këtë të vërtet, këtë të drejtë, të gjëve, atëre edhe i djathi, intelektual ose qytetari thjesht qoftë, natyrisht do të mbrojë opozitën. Po tek ne nuk ndodh, për arsye sepse vepron fanatizmi politik. Polarizimi. Polarizimi dhe një fanatizmi të skashë politik. Prandaj dhe unë do ta shtyja më tej këtë që ka edhe keq kuptime të tilla. Për shembull, marr presidentin e Republikës, zotin Topi, në shumë probleme që natyrisht kanë qenë të drejta edhe që kanë qenë të dobishme për zhvillimin e vendit, siç i ka artikuluar opozita, i ka artikuluar dhe presidenti. Dhe përse i kanë artikuluar njështë të dy palët, hidhet Berisha, hidhet pushteti dhe thotë, ky topi është i Smajtës, ky topi është i Ramës. Kur ky topi ka dalë nga e djatha, ky president ka dalë nga e djatha, dhe duke parë përgjegjësitë e veta si institucion i unitetit të kombit dhe nga vetvetja për kulturën që ka, natyrisht kërkon të mbrojë të drejtën, paragjykohet nga partia e tij, paragjykohet nga leadershipi i tij politik, sepse tashmë është ka qenë niveli mbi partia, pra ish partia e tij. Po ish partia e tij, se tani nuk kuptohet se kush është PD e parë, kush është PD e mesit, kush është PD e fundit. Për arsye sepse po ta marrësh tërë vetë zhvillimin e PD-s, me të gjitha ato fraksione që kanë dalë, janë bashkuar, përsëri largohen, ashtu sikurse ka dalë dhe që pretendohet edhe Topi dalim i parti të re dhe që është një parti e djathtë, pra është një parti e dalë nga PD-ja, po ashtu edhe Aleanca Kuqezi, e cila thot edhe unë jam një lëvizje e tillë, por që megjithatë zoti Majko është për që mund të bëni koalicion si mision të lartë ka mbrojtjen e patriotizmit dhe interesave të mëdha të vendit, e me radhë dhe përsëri Berisha të dy këto lëvizje, të dy këto forca politike, natyrisht ja vesh Smajtës dhe i rrjeshton Majtës. Pra, këto janë ato gjëra që nuk shkojnë dhe se shpërqendrohet edhe një zgjedhje thjesht me bazë në fanatizmi politik. Zoti Hoxha, në përgjithësi e Majta dhe në Evropë ka më tepër vota, por realisht qeverisë në fare pak vende. Pra, e djatha është në pjesën ndërmuese të vendeve në pushtet. Cili është ky problemi i Majtës, sepse është një fenomen që haset edhe në Shqipëri. Edhe në zgjedhjet e 2009-s
Partia Socialiste kishte më tepër vota se Partia Demokratike, por realisht mbeti sërish në opozit. Ka një problem si filozofie, po çfarë nuk funksionon të kjo maj? Çdo krahasim çalon edhe ky krahasim me ne, sepse edhe opozita sot me natyrisht habitet tot që duke pretenduar që dhe duke matur këtë elektorat që në vërtet janë majorancë dhe nga zgjedhjet dalë minorancë. Por unë do të spostohesha me atë çka kemi lexuar të interesuar edhe për Europën. Natyrisht i majt i quhet i majt kur mbron punën nga papunësia. Mbron jetën e njerëzve nga varfëria. Pra mbron shtresat nevojë. Në qartë. Kur e djatha mbron natyrisht drejt për së drejti tregun nga evazioni fiskal. Pra nga çrregullimi i tij. Mbron pronën nga vjedhja e saj. Ka edhe përcaktime të tjera, po unë thash këto më kryesore. Po. Por tek ne, nëse atje në Europë, vetë koha pruri që këto zhvillime të vërullshme fill pas ndryshimit të lindjes me Perëndimin, rezultati luftës së ftohtë, si nevojë e madhe për zhvillim që kishte lindja e prapambetur nga vetë sistemi komunist, ashtu sikurse edhe në Perëndim, por edhe në lindje u bë domosdoshme që e djatha të ishte predominuese. Për arsye sepse parimësit sociale dhe ekonomike që mbronte përcaktonin vetë zhvillimin e shoqërive përkatëse. Kështu që edhe e djatha erdhi në vazhdimsi në pushtet, ashtu sikurse edhe sot me alteracione, pra me ndryshime të vendeve si që ndodhin në Angli, si që ndodhin në Spanjë, po ashtu edhe në Francë, që kam Mitterrandi pastaj tek Chirac e me radhë, nuk kanë ardhur si rezultat se forcat politike me programet e tyre apo me parimësit dhe ligjësit që mbronin ishin zhvilluese për vetë ekonomit apo për vetë shoqërit, pra të interesave sociale të njerëzve në këto vende. Por sepse vetë historia e pruri në prag të derës për të djathëm si një domosdoshmëri duke vënë theksin tek zhvillimi ekonomik. Recesionet që po ndodhin si rezultat i gabimeve të mëdha të ekonomisë tregut, për arsye se ta lëm tregun të lirë dhe krejt të pa kontrolluar, që kjo qëndron në themel të programit të djathtë, si në Europë, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në vendet lindore sot, dhe që janë shoqëri demokratike, natyrisht po bjen si domosdoshmëri ardhjen e së majtës në pushtet. Ashtu sikurse pritet që në maj të vijë kjo e majtë në pushtet në Francë, një nga vendet më të mëdha dhe më kryesore të Europës. Po ashtu vazhdohet dhe pritet ashtu sikurse edhe në Itali, edhe në Gjermani. Edhe në Gjermani pozitat e SPD-s, pra të Partisë Social-Demokrate, janë forcuar shumë dhe nga sondazhet e kryera edhe të javën e fundit e japin natyrisht si tregues mjaft premtues për ardhjen e të majtave në pushtet. Le të flasim në Shqipëri më specifike. Tani flasim në Shqipëri.
Mos ndoshta ka qenë mungesa e një koalicioni të qëndrueshëm apo nuk ka punuar mirë me aleatët e Partisë Socialiste? Jo, në Shqipëri ka deformime të mëdha, siç e tham, për arsye se pushteti natyrisht kur cënohet ose kur rrezikohet pushteti i tij, nuk njeh më zgjedhje demokratike, nuk njeh më votë lirë, nuk njeh më votë drejt për drejt. Për këtë folme dhe para. Dhe të mendosh tani në Shqipëri që ndryshimi i pushteteve bëhet me votë të lirë të qytetarit, pra të zgjedhësit, si rezultat i programeve politike që njerëzit gjejnë interesat e tyre dhe votojnë atë forcë politike ku ata shikojnë vetveten, interesat e tyre, pra sociale dhe ekonomike, është që të bësh i verbër ose të bësh naiv. Për arsye sepse këtu po krijojnë këto istikamet e ngurta, si rezultati i fanatizmit politik që shpreh më parë, që ashtu si thot Berisha, sikur 30 vjet të tjera jetë kem, ma këtu më kini. Dhe këtë nuk e thos si analizë që e majta është e pabesueshme, por sepse kultura e tij politike, kultura e tij për pushtetin, është e tillë që duke u kushtëzuar nga korrupsioni galopant i gjithë qeverisë së tij në vite, e bëjnë atë të palarguar nga pushteti. Tani qytetari do të zgjohet. Se nuk bëhet fjala këtu që hajde japim pushtet Ramës apo opozitës për hir të ndryshimit mekanik. Dalë se u mërzitëm me këtë të djathtë, hajde japim të majtës. Jo, absolutisht nuk ndryshojnë pushtetet kështu. Pushtetet ndryshojnë si rezultat që të votova, pavarësisht se u manipulua vota, po je në pushtet, ke një program dhe më ke thënë që do të më furnizosh, se elementi më i besueshëm është furnizimi i shërbimeve publike te qytetari. Dhe nëse këto shërbime nuk i ke bërë, dhe nuk ke mirë qeverisur, por ke qeverisur, natyrisht je i pavotueshëm dhe duhet largohesh nga pushteti. Por kjo nuk ndodh në Shqipëri. Dhe kjo është themeli, domethënë, i tërë zhvillimit politik dhe ekonomik të vendit. Për arsye sepse kjo është kultura e mirëfillt politike, që pushtetet ndryshojnë si rezultati i një vote të lirë dhe të ndershme. Gjithsesi në Shqipëri as besohet dhe as ndodh kurrë. Po. Le të kalojmë tek një forcë tjetër politike, Lëvizja Socialiste për Integrim. Një e përditshme, përpara pak ditësh kishte publikuar disa largime nga kjo forcë, bëshin rreth 1000 anëtar duke marrë në qarqe të ndryshme, në rrethet të ndryshme. Nuk e di, si shikoni Lëvizjen Socialiste për Integrim, do të jetë sërish faktor dhe në zgjedhjet e 2013-s? Lëvizja Socialiste për Integrim. Unë jam goditur rënd, pikërisht nga lideri i saj, Ilir Meta, por edhe nga eksponent të tjerë të LSI-s, kur bashkimin me Partinë Demokratike për hir ose të mbuluar nga motivimi që dalen neve po bashkohemi me këtë parti për të krijuar këtë qeveri dhe për të ushtruar këtë pushtet në emër të integrimit. Gjithsesi vetë zhvillimi e ka treguar që nuk ka bërë ky motiv ka qenë inekzistent për LSI-n. Dhe unë atë kohë, në mënyrë figurative dhe as pak ofenduese dhe as pak as sarkastike, kam thënë që këto dy forca politike në bashkimin e saj janë si dy lesbike që konsumojnë dashuri por nuk prodhojnë asgjë. Pra në aspektin figurativ e kisha llafin që duke bashkuar një djathtë me një të majt për hir të interesave të tyre dhe jo interesave të një shoqërie të tërë, natyrisht
nuk mund të simbolizoheshin më ndryshe, nuk mund që të përcaktoheshin më ndryshe, vetëm thjesht si një lesbizëm politik. Dhe kjo ndodh në vazhdimsi. Tani, LSI-ja siç e tha, në zgjedhjet e mbarshme, krijoi këtë qeveri si koalicion dhe tha prirë të integrimit. Tani artikulon me njëherë dhe thot, unë përsi do të jem me Partinë Demokratike, që sot, unë përsi do të jem me Partinë Demokratike, për arsye sepse neve kemi mirë qeverisur, do të mirë qeverisim, nuk ka rëndësi se ku ndodhem dhe ku jam pozicionuar politikisht si krah majtas, por unë do të bash qeveris me të djathtë. Kur kjo LSI tashmë është bërë copeçik, është bërë copeçik, jo vetëm nga precedenti Prifti Meta, por edhe nga shumë e shumë të dhëna të tjera, në thonjë za vepra të vetë LSI-s, në kundërshtim me interesat e elektoratit majt, për të cilën e ka pretenduar që unë përfaqësoj, kanë bërë edhe kompromentimin e saj si forcë politike. Dhe në këtë aspekt unë nuk besoj që LSI-ja në të ardhmen do të jetë një faktor kyç, një faktor përcaktues në krijimin e pushtetit në Shqipëri. Unë krijimin e pushtetit në Shqipëri e shikoj vetëm tek ajo votë e lirë. Dhe ajo votë e lirë duhet të garantohet pikërisht me ata sigurues politik dhe zgjedhor që të mbrohet vullneti politik i njerëzve. Në qoftë se nuk do të arrijmë këtu, atëre siç ka ndodhur në të kaluar, ashtu do ndodhi edhe në të ardhmen që do të krijohen pushtetet pa merituara, pushtetet pa drejta, si rezultat i një vote pa drejtë të vjetër. LSI-ja është pragmatiste, ka treguar këtë gjë, por nuk e di, kam një pyetje ndryshe. Nëse mendoni se mund të vijë Majta në pushtet në 2013-ën, atëherë nuk e shikoni si pjesë të koalicionit të Partisë Socialiste LSI-n? Po, kur mos thuaj kur? Kur mos thuaj kur, i thon kësaj fjale, por opozita, edhe vetë Partia Socialiste, përderisa në vetë LSI-n, edhe si elektorat, edhe si leadership, natyrisht ka qëndruar majtas, por edhe si pozicione sociale të tyre janë majtas, për anë të shtresime dhe smajtës, natyrisht e beson këtë që edhe në të ardhmen kjo LSI të vijë tek shtëpia e saj, Dhe natyrisht të shpërfilli ato interesat momentit, sepse gjatë gjithë kësaj periudhe, edhe tani që është në pushtet me PD-n, por edhe pak më përpara, si një lëvizje entropike, pra shpërthyese brenda smajtës që ndodhi, brenda Partisë Socialiste. Natyrisht kur bësh fjalë për interesat e LSI-s, ishin interesa pragmatiste. Në mu i sjellsin se unika nga e majta do shkoj tek e djata, po ma dhau i sjellsin e djatave tek e djata, ashtu sikur se ndodhi në fije. Për një interes për të punësuar 30, 40, 50 militant, natyrisht pa parimësi dhe duke ignoruar plotësisht ato, natyrisht shkoj tek Partia Demokratike më përpara se sa të bësh koalicioni. E qartë. Ose edhe për të tjera që në prefektin në 20%, siç i thot PD-s, në 20% të përfaqësimit të emërimeve në administratën shtetërore, kur kjo s'përjashtoj që mund të nesër me të majtën. Kur jo, e majta edhe kur jo flasim që se LSI do të jetë në koalicion me Partisë Socialiste. E majta ka patur integritet në këtë mes, edhe me LSI-n, sepse asnjëherë nuk i ka ofruar LSI-s jashtë asaj që ajo ka merituar. Edhe kur kanë bashkëpunuar bashkë, i bazë në atij vullneti politik që ke marrë nga njerëzit, nga qytetarët, nga zgjedhësit, ai do të përfaqësohesh. Nësa PD-ja e joshi.
mori shumë pak dhe i dha shumë edhe shumë për hir të mbajtjes në mënyrën më solide të pushtetit. Për të kthyer thelbit, nuk përjashtohet një mundësi që Partia Socialiste të ketë koalicion me LSI apo jo? Absolutisht. Kanë filluar të qartëllojnë emrat e kandidatëve për president, zoti Hoxha. Nëse e djatha ka filluar dhe të shprehet pak më lirshëm për preferenca, për emra të ndryshëm, e majta duke sigurisht pak më rezervuar. Cili do të ishte portreti i nevojshëm për të qenë një president i Shqipërisë? Çfarë presidenti nevojitet vendit tonë? Një president i dal nga forcat politike është provuar edhe historikisht deri më sot në Shqipëri, që nuk ka qenë president, por ka qenë një kukull që vetëm formalisht ka përfaqësuar si institucion unitetin e popullit. Po asnjëherë s'është dëgjuar, asnjëherë nuk është dëgjuar, asnjëherë nuk ka qenë faktor i zbutjes konflikteve ose të një zhvillimi normal të tërë jetës politike, por edhe asaj sociale, ekonomike dhe kulturore të vendit. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që është po maturohet ose është maturuar tashmë mendimi që ky president, duke patur më shumë kompetenca dhe këto kompetenca i merr me një votë drejt për drejt nga populli, duhet të zgjidhet drejt për drejt nga populli. Për arsye sepse nuk mund të konceptohet një president i pavarur dhe në shërbim të interesave të një populli të tërë, pra siç e tham, si simbol i unitetit të kombit, kur Berisha thot kam zgjedhur unë. Apo dhe tjetra, kur opozita thot që dale se kandidati im dhe ke dal nga unë. Kur dhe topi doli me një vot të papastër, me votat për shkak të gjashjes famshme. Për shkak të gjashjes famshme dhe kur del një president me një vot gabuar, natyrisht integriteti i tij, i të ushtrojë detyrës së tij si president është i cunguar, është edhe në aspektin moral, që do të thotë shumë për presidentin, është i munguar tek presidenti kur del me një vot të tillë. Në qartë. Për shembull, marri Mojsiu doli me një vullnet të përbashkët sa Djathtas dhe Majtas. I vetmi të paktën që është zgjidhur me konsens. Por dhe brenda kësaj pavarësie, duke e ndjerë veten në atë pavarësinë relative, për arsye se nuk ju përkas juve si forca politike, se vërtet kam qenë vullneti juaj të dyjave, apo edhe më gjerë, të gjithë skakjerës politike shqiptare, por unë kam integritetin tim, kam dignitetin tim, kam institucionin tim të presidentit, kam detyrat e mia kushtetuese, dhe do t'i kryej ato në mënyrë të pavarur nga ju. Dhe deri në një masë i kreu, pavarësisht nga aftësia dhe zotësia për t'i bërë më mirë ato. Por i kreu. Por, a u dëgjua qoftë edhe një herë edhe Mojsiu, sa nga Berisha apo nga Nanua? Asnjëherë. Po kështu, po ndodh edhe me topin. Ku siç e tham, Berisha e faturon topin, meqense ju largua nga vatha për shumë probleme të cilat ishin në kundërshtim me mendimin e tij dhe me qëllimet e tij. Dhe thot, je i majtas, thot, për mua, thot, ramaist, si që i bën ai ato përcaktimet e tij, e tjera. Pra, në këto kushte, presidenti është shumë i rëndësishëm, për arsye sepse është një nga pushtetet më kryesore dhe më të fuqishme që duhet të jetë në vend, por në kushtetore nuk është i tillë. Që të bëhet i tillë, duhet që sovrani, populli, ta zgjedhë dhe t'ia japi këto atribute. Biza apo NZ, emri më i lakuar i Smajtës, pavarësisht se nuk shprehet në nivel të forcës politike, pra të Partisë Socialiste apo të opozitës,
është Fatos Nana. Mund të ishte figura e dur e presidentit për Shqipërinë? Jo, unë... Apo dhe figura që mund të merrte konsensusin e gjithë palëve? Unë shikoj thjesht Fatos Nanën në qoftë se do të bëhet në procesin e zgjedhjes presidentit faktor dhe një nga kandidatët për të bërë president, është thjesht politika i ofron një shërbim Fatos Nanos për vetë kontributet dhe meritat që e ka në politikën shqiptare dhe në tërë jetën politike dhe sociale të vendit. Nuk e shikoj Fatos Nanon si një faktor dhe institucion që i bashkon të gjithë, që të kushtozohet mbarësia e këtij vendi. Dhe aq më tepër që Fatos Nanon e ka komprometuar tashmë vetveten në marrëdhënie me Berishën, për arsye se thjesht për interesat pushtetit personal, arriti deri aty sa që edhe të ulesh në një tavolinë me Berishën kundër Smajtës. Kështu që në këtë aspekt, edhe në vazhdimsi, Nanu asnjëherë s'ka qenë dhe s'është i djathtë, pra i majtë është, por nga gabimet e veta që ka bërë, natyrisht s'ka se si dhe s'mund të jetë kandidati së majtës për president. Tu kam parasysh vullnetin politik të Partisë Socialiste, sot, me aq sa njoh unë, që Fatos Nanua, duke mos u bëri ndjeshëm për vetë zhvillimet politike të vendit dhe për vetë fatet e smajtës në Shqipëri, nuk është kandidati i smajtës. Ne zbresim pak në bazë për Partinë Socialiste, me zoti Hoxha, zgjedhjet për kryesim për asamblen për kryetarin në qytetin e Fierit në tërësi, në çfarë faze janë? Ku kanë arritur? Ato janë në proces, vetë se kryesorja është i ka një seriozitet dhe një kujdes që formësimi organizativ të bëhet aq i drejtë sa organizativisht aq dhe politikisht. Për arsye se vetë vullneti i antarësisë partisë duhet kur jepet, duhet që të mbrohet dhe të mos lejohen në mënyrë kategorike manipulime ose deformime të vullnetit politik të antarësisë Partisë Socialiste edhe në fije. Prandaj ka filluar dhe vazhdon procesi i mbledhjeve të organizatave për formësimin apo rikonfigurimin e tyre dhe për zgjedhjen e organeve drejtuese të tyre. Derisa ato pastaj do të përfundojnë me konstituimin e asamblesë së Partisë Socialiste të qytetit Fierit, pra të bashkisë Fierit, dhe të asamblesë Partisë Socialiste pastaj si rreth, si shumatore e gjithë partive socialiste, forumeve të saj në bashki dhe komunat tjera. Kështu që ky proces po vazhdon normalisht, është një parti e konsoliduar, me aq sa ndjek edhe unë tashmë si interes i drejt për drejt politik, por edhe ku unë gjej vetveten, dhe besoj që ky proces do të përfundojë me sukses dhe Partia Socialiste, ashtu siç ka qenë në Fier, do vazhdoj të jetë një forcë majoritare, një forcë që votohet në shumicë nga vetë zgjedhësit fierak. Sipas këndvështrimit tuaj, është një Parti Socialiste konsoliduar, flas për në Fier, apo ka dhe ajo problemet e veta? Partia Socialiste në Fier është një ndër më të konsoliduarat
e degëve si Parti Socialiste në nivel kombëtar. Dhe me të drejtë, Partia Socialiste e Shqipërisë e quajnë një nga istikamet kryesore të saj. Sepse kjo përcaktohet nga vullneti politik i elektoratit përkatës, ku Partia Socialiste në Fier në vazhdimsi natyrisht ka ruajtur, ka fituar pushtetin dhe ka ruajtur të pushtet. Por, natyrisht, ka vënd edhe për mangësi dhe për kritika, për arsye sepse masa e fitimit të pushtetit edhe në Fier nuk ka qenë atë që ka pretenduar Partia Socialiste. Ka qenë majoritare, por jo në atë mas që ajo mendon që është e besueshme tek njerëzit. Kështu që vazhdojmë që Partia Socialiste në Fier të jetë një parti funksionale, sa organizativisht, aq dhe politikisht, dhe besueshme për njerëzit. Kjo tani në vazhdimsi varet edhe nga puna e mirëfillt dhe nga kujdesi që duhet të tregohet, edhe nga vetë leadershipi i saj në Fier, që duhet të jenë mjaft të kujdesshëm që parimësitë e ndërtimit të partisë dhe të funksionimit të saj të respektohen në shkallën sipërore. Në qoftë se do të ketë përthyerje brenda për brenda, injorime të këtyre parimeve, të së drejtës së votës, të së drejtës së ushtruarit të drejtave dhe të detyrimeve të secilit antar të Partisë Socialiste në Fier, por edhe të zgjedhurve të saj, qoftë në forumet e partisë, qoftë në forumet e pushtetit, atëre natyrisht kjo Parti Socialiste do të jetë fajtore. Do të jetë fajtore nëse ndodhë që ky vullnet politik i zgjedhësit fierakë të ulet dhe të mos ngrihet. Atëra jemi në fund, zoti Hoxha, nëse në 2013 vjen pushtet Partia Socialiste, kjo duhet përkthyer si fitore e Partisë Socialiste apo si humbje Berishës? Pra, elektorati do t'i besoj Ramës apo do t'jenë të lodhur nga Berisha që mund të vijë Partia Socialiste në pushtet? Tani fitimi i zgjedhjeve ka dy kaje. E para, kur merret pushteti, duhet të jetë i kushtëzuar nga merita e opozitës, që kë opozit e meriton që të vinë pushtet, së rezultati i programit saj dhe i besimit që krijon tek njerëzit. Por është dhe kau tjetër, që zgjedhësi lodhet dhe bet mos besues për qeverinë, dhe është dhe vot kundër saj që ndërron pastaj edhe kaje. Cila është më dominante nga këto dy? Po për rastin konkret, edhe sot në zhvillimet politike të vendit, unë shikoj që është i pari përcaktues, pra është merita e opozitës për të ardhur në pushtet, së rezultati një programi mjaft mirë që ka, i cili vërtet në të janë ngjizur tërë interesat politike, ekonomike dhe sociale të vendit, por kjo është kryesorja, por nuk do të kishte kuptim që kjo meritë e opozitës për të ardhur në pushtet mos kishte edhe votën plus, pra pakënaqësinë e njerëzve të krijuar nga keqëverisja e vendit, nga pushteti sot. Zoti Hoxha, faleminderit që ishit sot në Dritë në Qafë. Faleminderit dhe juve që më dhat mundësi të komunikoja drejt me publikun. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur kësaj në fund të kësaj mbrëmje në Dritë në Qafë. Takimi i afër do të jetë sërish në premten e ardhshme në orën 21:30 në natë mirë dhe mirupafshim.